forcave sërbe. Shtëpit që të mos bëhen provokativ. Dhe vërtet, mos reagimi me kohë i faktorëve ndërkombëtar ndaj terrorit serb në Kosovë, sikur i dha sinjalin e Gjelber Miloševićit që të ndërmarrë ofenziven më të egër të forcave ushtarako-policore serbe, pothuaj në të gjitha vijat e frontit. Forcat e ushtrisë lirëtare të Kosovës, të bindura për epërsi në armatim e teknik të ushtrisë serbe, për shkaqe taktike para së gjithash për të kursyer pjesëtarët e vet, janë tërhequr nga lufta e pabarabartë frontale. Ata këtë tërheqje e quajtën tërheqje taktike, ndërkaq regjimi i Beogradit e quajti thyerje të UÇK-s. Këto vlerësime sikur paraqesin definimin e luftës si e thoshte Arthur Koestler, se luftat bën edhe shkaku i fjalëve në planin semantik. Mirë po fatkeqësia e luftës qëndron do thuaj në mes fjalësh. Atje ku duhet folur për shkatrimet, djegjet dhe viktimat civile. Me kamerën e kamermanit ton Abbas Zeka, u përpoqëm të zëm dramën e civilëve të kësaj lufte. Ditën kur u zhvillua ofanziva sërbe në grykën e Lapushnikut, për shkak të granatimeve të fshatit Potërk, Vukoc, Arlat, Negrovc, Vučak, Gjergjic e të fshatrave të tjera të kësaj pjese të Drenicës, banorët e tyre braktisnin shtëpitë e tyre dhe me traktor e këmbë largoheshin në drejtim të Tërdecit e Abris. Ishin këto skena mjaft prekëse. Rrugës që u ndërtua pas shpërthimit të luftës me punë vullnetare të banorëve të fshatrave përreth dhe pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kolona e traktorëve për plot të ikur nga flaka e luftës nuk ka të ndalur. Një pjesë e tyre gjen strehim në fshatrat përreth, kurse të tjerët vendosen në livadhe e male. Për fat, moti i mirë po ua mundëson që këto ditë plot angt t'i kalojnë në qiellin e hapur. Shumë prej tyre nuk patën kohë të marrin me vete as ndonjë rrobe, shtroj, ambuloj. Ata janë solidar dhe i ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe aty afër në Negrovc vërejmë flakë të madhe. Nga granatimet sërbe prej grykës së Lapushnikut, digjen stogjet Mesan e Kashta Azir Halim Krasniqit. Për fat nuk pësoj asnjë nga anëtarët e kësaj familje. Fëmijët e gratë frikësohen nga shpërthimi dhe zgjerimi i flakës në shtëpi. Mirë po pas intervenimit të shpejt të bashkëshatarëve, zjarri u lokalizua dhe u evitua tragjedia. Nga Negrovci, vendosemi në afërsitë të Kievës, ku vërejmë tym e flak afër Bubavecit dhe fshatrave të tjera të Malishevës. Vëzhgojmë pozicionet dhe sulmet e forcave sërbe nga Dushi e Jashanica. Një tanks granaton në drejtim të Gjurgjevikut të madh, Siçevës, Ujmirit dhe fshatrave të tjera të kësaj ane. Nuk kursehen as grunajat, ato digjen vetëm që shqiptarët të mos kenë ushqim. Hetojnë lëvizjet tona në Siçeva afër shkollës së këtushme dhe pas pak qastesh granatohet pikërisht ndërtesa e bukur e shkollës. Disa familje nga Siçeva me traktor largohen në drejtim të Aqarevës. Po sa i hetojnë në bregorën e këtushme, as aty forca sërbe nuk i lënë të qetë. I gjuajnë me snajperë, por për fat nuk arrin t'i qellojnë. Për t'ju shmangur rrezikut nga sulmet e vazhdueshme sërbe, zbresim në Ujmir. Këtu vrejmë familje të tëra që braktisin përkohësisht vatrat e tyre.
Në tunelin hekurudhor të Aqarevës kërkojnë shpëtim shumë fëmijë, gra, pleq. Tuneli, pashmangshëm na imponohet si një metafore fuqishme, sabatiane, e Kosovës sot. Të sulme të vazhdueshme të forcave ushtarake dhe policore serbe në rajonin e komunës së Shrinës. Disa vjetra mia banor të kësaj komune janë detyruar që të lëshojnë vatrat e tyre dhe të vendosin të përfshimin në qiellin e hapur. Në këtë pranesh është Zotja Paznici, komentari i Këshillit Komunal të Emergjencës së Shrinës. Këshilli Komunal të Emergjencës së Shrinës që dizoni Si po shirni që 3 ditë prej granatimeve të armikut serb në Kijev e shtratat për rreth këto, po shihet dikun 7.000 banor janë evakuar nga shtëpitë e tyre dhe momentalisht gjenden në qiellin e hapet këtu te tuneli i quajtur Aqarevës. Momentalisht ndihet krizë e madhe për ushqim, për vetëmbajtje, për ndihma mjekësore, të cilat në këto momente kemi mundi të sigurojmë, por ndihet mungesë e madhe sepse po dihet që jemi të rrethuar nga të gjithë. Kërkojmë, apelojmë të organizatat ndërkombëtare humanitare që të na ndihmojnë të dalin në ndihmë kësaj popullate këtu të mbetur në qiellin e hapet, sepse momentalisht edhe paret nuk mjaftojnë. Kërkohet ndihmë në ushqim, në ilaçe, vetëmbajtje. Kemi këtu shumë smur, teoria nga çdo dikone, e cila kemi dëshirë që ta ndihmojnë jashtë apo diku tjetër për shkak të rrezikut të cilët na kanë kapur. Në gryken e Aqarevës takojmë edhe shumë familje që kishin arritur të nxjerrin nga shtëpitë e tyre traktorët të ngarkuar me plaska, që ishin nisur në rrugën pas stacion të caktuar. Na binë sy edhe disa djepa ku flenin foshnjë që lindën në ditët e para të luftës. Pare, për nga jeni jo? Nga Ku jeni larguar për shtëpisë? ka të një larguar. Ku po shkoni tani?
Kanë sulmuar fshatin e juaj. A keni ushqime barë në ndihma humanitare? Gjitha rrugët të qerin nga ushtria policore serbe, na vdash pa tjetër të ikim dhe s'pate shkatë bërë. Prandaj nuk di kështu me ikme shtëpije tona ose qenë ka qënjë. Nëse të mund të bëjtja e s'kush të fatë ngopë. Në mesin e të ikurve nga fshatrat e kësaj ane, kishte edhe invalid të paralizuar, që lëngojnë nga sëmundjet e ndryshme. Jam e paralizuar që një vete gjithë, i kam 5 fëmijë, sot na duhet me ikë prej terrorit sërb, që po bën masakra në për fshatra, në për... Inshallah shohim zhvillim sa ma shpejt. Me gjithë solidaritetin e popullit tonë dhe ndihmave të këshillave përkatëse të emergjencës, disa qindra mijë banor që kalojnë këto ditë jashtë shtëpive të tyre në komunën e Klinës, Malishevës, Rahovecit, Gjakovës, Deçanit, Pejës, Glogocit, Skenderajt, ka nevojë për veshmbathje, ushqim e ilaçe. Të gjithë presin dhe i besojnë ndihmës organizatave humanitare ndërkombëtare, e cila po vonon. Vetëm në fshatrat Tërdec, Bainc, Obri, nga komuna e Malishevës dhe Klinës, kanë kërkuar shpëtim 15.000 banor. Ndihma e ofruar nga Këshilli Komunal i Glogocit atyre nuk po u mjafton. Çka duhet të ndodhë më shumë? Edhe sa vendbanime duhet të digjen? Edhe sa shqiptar duhet të vriten e të masakrohen, apo të përzëhen nga vatrat e tyre, në mënyrë që të reagojë bashkësia ndërkombëtare? Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes ambasadorit Hill, nuk munguan. Ato ditë bëshin përpjekje që duke kontaktuar me përfaqësuesit e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të bën konsultime edhe rreth një qeverie apo këshilli që do të përfaqësojë spektrin politik të Kosovës, që do të duhej të niste bisedimet me Beogradin. Edhe pse gjatë ofenzives sërbe u duk se faktori ndërkombëtar mbeti disi i heshtur, sidoqoftë pritet që angazhimi dhe ndërmjetësimi i tij në radhë të parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkësisë Evropiane nuk do të lejoj që Kosova të mbetet si një metaforë e tunelit. Qenë shpi këtu, qa ka qenë kjo para ju? Kadina, Koqove. On sait pas ce que c'était. Që mu ka bo smut temperatura. La température, les malades. Allah buri edhe kemi shka me honda. Et on n'a pas mangé, on a fait. Allah për tutna. Elle dit j'ai très peur la nuit. Po flerit kemi gjumë, kemi Elle dit on dort plus, on a très peur. Amite papa. Ma se c'è stato un famiglia. Come rrugë? Toi qui voulais passer une ça, non, pas le contact avec ici. Et tu fais quoi, il y a pas de température? Il y a des problèmes. Ouais, des gants. Non, Na jem fshatit Lazi. Et depuis qu'ils sont venus, ils n'ont rien eu à manger. Ils sont arrivés comment? Pour le pain de mie, à cause c'est une... Kemi rënjën të Lazi prerë. Premten jemi, premten. Ils se sont sauvés vendredi. Premten kemi aty është.
32 jem të Lëzënjtës, ja 14 jem të Nuk jeni vetëm zgrupu, ma ma tash kur treni, Si të drejt pa flen, e parejnë shtu. Katër vene fejnë. Qesh të rejtë në një në firmë, do që që ka fejnë. donc ils feraient plus d'ouest, sur leur endroit à eux. Ils ont les trucs, les massalas, ils dorment un peu partout. Mais ils se regroupaient tous. Ta shtu i çonin tokë, do flenë atje. Po, do flenë atje këtu, ja 14 qanë i në jashtë, na që të kush jena me të. Ne ofën patollë të malë. Shemran Khalifa. وين خليل بلبول Du ska via. Kur janë 1200 zonë filluar. Në zite ka 1600. Ma 1200 fëmijë edhe për 400 tjera. Ja. Dy fshata nga 1600 dans l'Osli, c'est dans les écoles, c'est des élèves de 3 villages qui venaient. C'est un village de 1600 personnes. Un village de 1600 personnes. Yes. Për ato, Motor. Unë aja sot ka me linë, ose në qëto ditë, asë nuk kam me shka e pështjele, veç me këmishat mija. C'est le beau-père de la mariée, il dit que si l'enfant naît, on n'a même pas de langue pour habiller, ni médicaments, ni... Shko e borë na s'kem, sen s'kem na këtu, për në sheni, ja, veç me disili. On est là avec les enfants et tout, et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants dans les bois? Ils ont peur de l'hiver. A keni frikë se mund të bëhet ma sot? Même si on continue encore 3 jours à rester ici, même si vous allez aller à l'hôpital, on sera tellement malade. Një lindja kohë. Sa vjeç Charlie était? 21. Elle a 21 ans aussi. Et Emri si e ka? Ganimete. Ganimete. Bianin. Ganimete. Tu Krasnik. M-E-M-E-T-E. Comment? Krasniqi. I ka ti djallë, a ti djallë. Ha? Na,
se s'ka vojle. Na, drejt. Në vojle. Që djeve shumë pare. Edhe me shpresë se na kanë thonë që 2-3 ditë ka me arë një konvoj humanitar. Ça fait 2-3 jours qu'on nous dit qu'un convoi humanitaire devrait arriver, donc j'espère que le convoi va arriver. On ne les voit pas. Comment tu dis? Non. Ils ont tout distribué, les deux. Boka is van alleen maar boek zijn boek hoor ik in boeken doen. Toen hoor ik boeken doen. Hoe hij ons gaat remmen nu, zou dat we mogen Et ce n'est pas d'essayer de faire crever les gens de faim, mais c'est essayer de faire partir les gens d'ici. Etnocid, det är inte konstigt etnocid, det är etnocid och Est-ce qu'on peut appeler original un etnocid kan bas. Ja, dit is gewoon een goeie kurfanie. Zo ja, het het ook als je zegt dat ik gewoon een boek, dat we gewoon een boek moeten lezen dat het is niet nu shtëpinë ka të shenjtë. Shtëpinë ka në dhënë vet. E shtëpia është atë senin e shenjtë që më aprishëve shokat. Ici que les gens ici, c'est un signe de vie, une maison, ça veut dire c'est le signe que quelqu'un est ici. En détruisant les maisons, on détruit le signe de vie des gens. Kur heshta, më thanë fol. Fol e heshte fol, kjo ka qenë e gjithë jeta ime. E çfarë mund të them unë për ty, Kosovë? Ka qindra vjet që jemi ndarë. A qindra vjet për ty ka